Qeni teme mirë, javën e kaluar, kur u morë me atë farë fantazmën me nuva, mëse kom të pru, kur thamë, që thamë, nëse njerëzit i besojnë influencerave, fantazmave, hajmalive, mjoltit për gjithë shka, nuk është fort çudi pse i besojnë edhe premtimeve të politikanëve. Edhe tamam menën që këtë shëshni e ka hongër drejtë që kur ja ka nis me besu në fantazma, veç kur dalin do prindër talenta dhe thojnë, mama që të birë tash të kalzojnë. Arianit Slamniku është arrestu dhe është ndaluar për 28 orë. Slamniku dyshohet se u përshkruan të fëmijëve terapi shiheti për autizëm që kushton të mijëra euro, duke pretenduar që i shëron ata. Nëse kur i kishin bastis pronat e tij kishin gjetë edhe të gjona tjera, po kjo tjetër temë është. Edhe një herë Arianit Slamniku i na ka folim, tu pretendu që shëron autizmin, edhe prind që i kanë besu edhe i kanë dhonë 1000 euro. Slamniku ka qenë superior medial, pjesën i plejade e një katalogut mashtruzve dhe të budolve që mediat i kemi qitë në ekran vazhdimisht. I kemi lonë me rajt edhe me folë qyfte me vedije. Pjesën i kolazhi bashkë me spekulantë dhe mos divqa që paguan si gazetar që kanë kontribu që hapësira publike në Kosovë tjetë hapësine dezinformatave, çorëditjeve edhe budalakive. Edhe tash, krejt po themi, a i kemi mediat fajet, pse Slamniku dyshohet që i ka mashtru njerëzit kje shëron autizmin. Qëto jo pretësha. Ajo që duhet me pranu është pobre, gati krejt televizionit, e dy prej tëne posaçërisht e kanë promovu Slamnikun vazhdimisht, rrjedhimisht kanë promovu rana, mashtrime dhe budallaki. Pobre birzeza që dhe i ke gjyshin i dostit tem, këtë fashërusit rejshëm u arretëm e u promovum edhe u servum na, mediat. Mirë po këtu e dy probleme tjera që nuk lidhen veç me mediat, lidhen me prindrit. E para, qysh është e mundshme? Qysh është e mundshme me qenë prind e me ja besu fatin e fëmijës, mashtruzve dhe budallve. Në të njëjtin telefon, nëse je prind, në të njëjtin telefon, ku ki lezu për mashtruzve budall, mund është me lezu për hulumtimit e fundit shkencore. Në të njëjtin telefon, ku gjithë ditën i këshyr budall të reality showave, tu trathu gratë e burrat, mundet inteligenca artificiale me të kallzu krejt çka ka në bibliotek të fakulteteve në Gjermani e në Angli. Mund është me dëgju ligjeratat profesorëve të Stanfordit e të Yale-it. Në të njëjtin telefon, ku isha reklamat për mjalt me cilin e bën nomin, mund është me vërtetu që është puna ati mjalti. Qysh zgjedh njeri me përdur telefonin edhe rrjetet sociale veç për mashtrusë dhe budall. E dyta, nuk është veç telefoni. Slamniku dyshohet që është shembull i dikujt që bën ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike, ama para ti kosovarët kanë dhënë 1000 euro për mashtrusë që kanë shkru hajmalia, kanë fry ku duhet e s'duhet, kanë prek ku duhet e s'duhet, edhe kanë menu që po bojnë ma mirë. Nëse je prindin i fëmije, e ja beson fëmijën hajmalive, mashtruzve, magjistarve, fallgjorve, e cedi e kujt, nuk i kam refajet veç mediat. Fundja, mediat që ato që e ngritën edhe e lartësun, edhe e zbulun Slamnikun. Policia, po që reagoj shpert, faleminderit prej tyne, por reagoj mbi raportim të medjave, jo mbi hetim të policisë, të inspektoratit, ose të kujt do tjetër.